1.316.672 banor të 18 komunave të Kosovës do të drejtohen sërish të dielën kutive të votimit për të zgjedhur kryetarët e këtyre komunave në raundin e dytë të zgjedhjeve vendore. Janë 507 qendra votimi që do të hapen në orën 7 të mëngjesit dhe mbyllen në orën 19, ku qytetarët do të mund të ushtrojnë të drejtën e tyre për të zgjedhur mes dy kandidatëve që morën më shumë vota në raundin e parë të 12 tetorit. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi bëri mendje se janë kryer të gjitha përgatitjet e nevojshme për mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Gjatë ditës së shtunë, KQZ ka shpërndar materialin zgjedhor përfshir fletvotimet në 18 komuna, në të cilat do të votohet më nëntor. Ky material në orët e hershme të ditës së diel do të dërgohet në qendrat e votimit në vendvotime, të cilat do të hapen në orën 7 të mëngjesit. Masa janë marrë dhe nga Policia e Kosovës për garantimin e zgjedhjeve të qeta, si dhe sigurinë e materialeve zgjedhore deri në përfundim të procesit. Komunat ku do të mbahet raundi i dytë i zgjedhjeve vendore në Kosovë janë Gjakova, Gjilani, Dragashi, Kaçaniku, Klina, Fushë Kosova, Mitrovica Jugut, Obiliqi, Rahoveci, Peja, Prishtina, Prizreni, Suhareka, Vitia, Vushtria, Juniku, Mamusha dhe Klokoti.